Mi mbroma të gjithëve. Mirë se keni ardhur në edicionin e radhës të Në mbrëmje me Agim Poshkën. I ftuari im i parë është një djalë i ri i cili ka marrë pjesë në një aktivitet i cili do të hyjë sigurisht në histori. Bëhet fjalë për rënien ose ngritjen e dronit ose më mirë zbritjen e flamurit shqiptar autoktonus në qendër të stadiumit të Beogradit para një vjet. Është një djalë i cili ka punuar me Ismail Morinën, i njohur po ashtu si ballisti, dhe sonte për herë të parë do të del në media. Pa humbur kohë, ftojmë në skenë Molos Parthini. Ideja ishte që flamuri të valonte mbi stadium dhe mos briste poshtë. Po, mos briste poshtë dhe pas disa minutave mas silte flamurin, ballisti te një hekuruv e cila ishte jashtë funksionit në Beograd. Po, në Beograd. Në atë moment më tregon ballisti nëpërmjet celularit që të hiqem nga atje sepse plani dështoi. Droni u kap. Flamuri u kap. Po. Ne jemi autokton. Bota e njeh, bota e di. Po. E di edhe Serbia, e di edhe çdo shtet tjetër, e di çdo popull se ne jemi autokton këtu. Edhe harta nuk është diçka që egzagerohet, harta është një hartë e vërtet historike, ku ka në mes ka një shqiponj të herojt ton Gjergj Kastriotit, është shqiponja e tij. Ftoj në skenë kryetarin e Strugës, do t'in zgjedhin Sela. Broma, si në moment që bëjmë edhe një thirrje publike, që le të urdhnojnë, jemi të hapur në aleancën për shqiptarët, pa pas nevoja që tregojmë kush është më i madhi dhe kush është më i vogli atje. Njerëzit ju kanë parë në televizion si politikan serioz, mirë po asnjëherë nuk u kanë parë si mjek. Që kemi marrë një lloj gjakete të mjekut ose siç e kemi marrë pile. Mendoj që iqe atë vishet direkt. Se vishet edhe për këtë. Po vishet, në rregull. Provoj atë, nuk e di atë shkok. Po, shumë mirë. Po, ha? Okej. Ha, mirë. Ja ku kemi edhe. Po dhe unë kisha kohë që se kam vesh. E sa desha të pyet. Sa kohë flasit? Shumë kohë. Nga 2011, ha? Nga 2011. Nga 2011. Një mjek i mirë betohet në emër të Hipokratit. Po një politikan në emër të kujt betohet? Uroj mos jetë hipokrit. Në emër të Hipokratit. Në emër të hipokrizisë, jo, me siguri. Megjithëse kemi plot politikan të tillë, që janë të tillë. Në mbrëmje me Agim Poshkën.